Bashkia e Shkodër ka përfunduar projektet e detajuara të zbatimit për 3 institucione arsimore, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të infrastrukturës shkollore. Drejtori i përgjithshëm i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, Bekim Mema, bëri të ditur se projektet janë përfituar për shkollat Skënderbej, Prenkjakova dhe Gjergj Vat Martini. Për Bashkinë Shkodër, një nga prioritetet e punës tonë ka qenë krijimi kushteve sa më të mira për fëmijët edhe për nxënësit që frekuentojnë kopshtet edhe shkollat e Bashkisë Shkodër. Së fundmi kemi qenë përfitues të 3 projektimeve për 3 shkollat nga më kryesorët në Bashkinë e Shkodrës, konkretisht shkolla Skënderbej, shkolla Prenkjakova edhe shkolla Gjergj Vat Martini në Vilipoj. Këto shkolla arrin në një numër total prej 1000 nxënësish përfitues së bashku me mësuesit e tyre dhe është një mundësi shumë e mirë që ne të vijojmë punën që po bëjmë tashmë në shkollën Nermieda, në shkollën Koli Dromeno, fillimin e punimeve në shkollën Ismail Qemali, Tring Smajla apo 28 nëntori. Është një angazhim i cili nuk ndalet dhe do të vijojë bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit në mënyrë të tillë që këto 3 projektime të bëhen realitet dhe të fillojnë sa më shpejt edhe zbatimi i punimeve për to. Projektet janë hartuar sipas standardeve më të larta të eficiencës së energjisë, duke garantuar kushte më të mira mësimi, komoditet dhe siguri për nxënësit dhe stafin mësimor. Arsimi mbetet një nga prioritetet kryesore të Bashkisë Shkodër, ndërsa investimet në shkolla konsiderohen investime të drejtpërdrejta për të ardhmen e qytetit.